Tammy Abraham largohet përfundimisht nga skuadra e Romës pas nuazimit një vjeçar te Milani në sezonin 2024-2025, ku shënoi plot 10 gola dhe dha 7 asistime në 44 ndeshje zyrtare. Sulmuesi anglez është pranë transferimit te Beşiktashi për rreth 17 milionë euro, një operacion i rëndësishëm për financat e Romës që tashmë jap rrugë një afrimi të ri në sulmësi Georges Mikataudze. Sulmuesi 23 vjeçar ka realizuar plot 17 gola dhe ka kontribuar me 5 asistime në 47 ndeshje me Lyonin në sezonin e fundit, duke u kthyer kështu në një nga emrat më të ndjekur në merkato. A është Mikataudze njeriu i duhur për të zvendësuar Abraham në Olimpico, apo Abraham pas një sezoni te Milani meritonte një shans në të skuadra e Romës? Lini komentin tuaj, shpërndani sa më shumë videon dhe bëni follow A2 Puls, sa më shumë komente rreth skuadrave dhe lajmeve që ju dëshironi.